Pilot, tash këtu brenda kam një makinë vetëm në botë. Vetëm në botë që na bëu krenar gjithë në shqiptarë. Hajde, shohim. Që e vjel Magjeti miku im Blendi Fevziu në Francë me gjithë atë ambasadorin francez, si harrova emrin e tij. Hajde shi çfarë gjithë. Rover, Zogu, a? Po kjo është Rover P30. P30, prodhimi i 39-ës. Zogu e ka marrë në Francë në 46-ën. Dhe e mori... Sa ka qenë arati, a? Sa qenë arati dhe e kisha marrë në Egjipt me vete. Edhe ka një foto me mbretin e Egjiptit, me këtë makinë. Me Farukën. E Farukën. Me këtë makinë ka i foto atu që e kam pa në internet. Dhe nga Egjipti ishe këtu prapë në Francë, në Nice. Te makinë Magjeti miku im Blendi Fevziu, më tha kështu sa më gjeti makinë shumë të rrallë, tha, i intereson ta marrësh. Sa më tha kujtosh me vrapësh. Mora fëmijët, mora familje, shkova në Francë, e pagova. Mora dhe hapshle bank nga Franca, enkas për makinën dhe e solla. Ku ishte? Ku qëndronte? Kjo ishte në diku jo në Nice, ne ato. Jo, po flasim çfarë hapësire. Hapësira ishte ka qenë në garazh Buzdetit dhe pranesh në shumë, se makina ka 3000 ca kilometra, nuk është se ka shumë. Ka qenë garazh Buzdetit dhe pranesh është gry kjo kështu nga korrozioni, nga kripadetit. Aty ishte një garazh francez e kishte një djalë që ja kishe marrë siç tha ai, se nuk e di fiks, siç tha ai, ja kishe marrë vllajt mretit. Okej. Ai e kishe marrë, kishe ruajtur dokumentat. Jo dokumentat, gjitha. Dokumentat gjithë, dokumenta mbreti Zogën të thashë, i ka gjithë dokumentat. Verifikova numër shasi, pastaj e bleva makinën. Se kjo, atë çmim që kam marrë nuk vlen ai se leksa kam bën, vetëm aty dokumentave, që është unik, që është historia e Shqipërisë, paktën të rrymë ç't mundim. Si thash, ne nuk kena rrit autobus Shkodra. Tash unë jap sa lek duhen ta gjej autobus Shkodra ta kem koleksion. Po edhe prandaj kjo është unike në botë, edhe për Shqipërinë. Edhe këtë vjellim qëve vjellë kismet kur ta restauroj, që du mundohem me restauroj mas nga 2 vjetës, mas i bëj garazhin, që të bëjt vetëm për restaurimin e këtyne, të restauroj dhe du mundohem me ekspozu pastaj aty, që ta shofi fëmijët, shkollat, hape shive. Motore e ka aty, po nuk e ka des, po normalisht nuk ka, është motor shumë i thjeshtë, normalisht 20 sekondë. Çfarë kubikazhe ka, çka ka? Po duhet jetë besoj te 1400, 1500, nuk besoj të jetë më shumë. 4 cilindër ka, me karburator, i thjeshtësh. Është motor shumë i thjeshtë. I benzin, çeti korrenti dhe marrë hap. Ka ditë Zogu që me marrë. Për kohën ka qenë mirë, ka qenë se po ti shohësh dhe feneret i kanë me një emblem ekstra, se i kanë pa te 50, apo ta shoh një emblem, nuk i kanë këtë emblem dhe fenerëve. Okej, këto. Si duket e ka zgjedh. Custom made. Nuk e di se ka qenë atë. Edhe më nota se është me goma mishi. Nuk është me goma me gomardar, është me goma mishi. O gomat janë origjinal? Origjinal. Kjo është Alfa Romeo, po? Po, Alfa Romeo, po. Çfarë viti? Ky është i 87. Kushton? Kushton sa? Po. Ky është SL Bagoda. Edhe ky kushton sa? Tash e 20 vjet e ki. Tash 20 vjet, po. Me këtë martu, me këtë më dasëm. Bravo. Ky për afërsisht 30.000, 40.000. Pakën si ka dhënë. Okej. Edhe mbrapa kemi ai është kamion. 61. 61. Ushtrisë. Po, atë e gjeta, atë e pika skrap, e kështë që për skrap. 3.000 kilometra i ka. 3.000 kilometra. Këpët, qa shpërdëru së shemi dhe? Edhe motore? Motorin më ka siri djallë nga rruga, nuk ti kush ishte, erë më thamë, do t'i milion lekë, e bleva. Çfarë vite? Do t'jetë i 20 sasdaj, edhe e ishtë i luftës Gjermonit. Okej. Po prani pra duhet muzumi që të ekspozojnë bukur, të restaurojnë bukur, atjen më tek rësi, që të vika la mojt ekskursion me shkollët, i iki dita mos tani. Bravo.
me do tash i bëjmë një gjyrë me avion. Ne Kjeve qema. të vejloj më anësh. Ne që marru. Ciao, shijem. Gjenta. Enes, ciao. Shijem, Faleminderit. Hajdene. Tani këtu ime. Ja, njeri normal, a blen aeroplan. Po ta thash pa ideja, nuk është se jam pasinu mas avionit, se avion nuk është se kom qef të thoj, se kom më tepër kom bezdisë Afrikë. Po të thash, duke rritë në Gjermani, duke pa se si funksionon bota, pjesë e muzumit u desh dhe edhe ajri. Do mundojmë gjede ani, do mundojmë gjede tanqe, edhe do mundojmë me bë diçka bukur, me kismezojnë, që mund po dhe zotin. Çfarë viti është orë? Ky është avioni i parë privat që ka pas Ada Air, edhe po thuj gjithë elita e kombit ton me këtë avion duhet keni udhëtuar se ka qenë avioni i parë mas viteve 90 që ka qenë privat. Ada Air pastaj e nxori jashtë përdorimit dhe ja bleva i shokut tim që fitoi ankantin që do të çote për scrap avionit. Ai më tha kam filan avion, tha je interesuar edhe aty ja bleva. Ka funksionu deri vonë? Gjejmë në fund, po gjejmë në vitet, besoj vitet 2017-2018 duhet të qenë në punë. Nga 2018 më tan ka dalë në pension mjeti. Edhe me që ishte avioni i parë shqiptar, e bleva. Thuhet se me këtë aeroplan ka fluturu krejt elita e Shqipërisë, sepse ka qenë privat, po të njëjtën kohë edhe ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Duhet jetë mas viteve 2000. Ndoshta edhe më herët, si dihet. Dhe kismet zotë dëshim, po dësh zotit të bëjmë atë muzeumit, ta fus në një ambient të mbyllur që mos azej shiu, se kjo ka një mbi 10 vjet atje në bord të rinë.